Rritja e një fëmije në Shqipëri është një proces që përfshin përkushtim të madh emocional dhe njëkohësisht një barë të konsiderueshme financiare për prindrit. Kostot fillojnë që nga momenti i shtatzanisë dhe vazhdojnë në rritje me kalimin e viteve. Në fazën e shtatzanisë, nëna ka nevojë për vizita të rregulla të mjeku, analiza të shumta dhe suplemente ushqimore që ndihmojnë zhvillimin e shëndetshëm të foshnjës dhe miqënien e nënës. Vetëm për këto, shpenzimet mesatare mund të arrijnë rreth 100.000 lekë gjatë 9 muajve, ndërsa veshjet e posaçme për shtatzani mund të kushtojnë deri në 30.000 lekë. Pas lindjes, vitit të parë i fëmijës i takon një pjesë e madhe e buxhetit familjar. Pelenat, të cilat përdoren çdo ditë, kanë një kosto mesatare prej 3.000 deri në 5.000 lekë në muaj. Produktet e higjienës, si shampo, kremra, apo larës të veçantë për lëkurë të ndjeshme, shtojnë kosto shtesë. Po ashtu, veshjet për foshnjat, që ndërrohen shpesh për shkak të rritjes së shpejtë, mund të shkojnë deri në 50.000 lekë brenda 6 muajve të parë. Në këtë periudhë janë të nevojshme edhe blerjet të më të mëdha, si krevatët, karrocat, stollat për makinë apo pompat për qumshi, të cilat zakonisht kushtojnë nga 50.000 lekë deri në 100.000 lekë gjithsej. Një ndër shpenzimet më të ndjeshme është ajo për ushqimin. Nëse nëna nuk arrin të ushqejë gjithë, ose nëse kjo nuk mjafton, qumshi famulj mund të jetë domosdoshëm. Në tregun shqiptar, një familje mund të shpenzojë deri në 15.000 lekë në muaj për këtë qëllim. Këtyre ushtohet edhe ushqimet e para si puret ose produktet bio që janë zakonisht më të shtrenjta. Pas vitit të parë, ndërsa fëmia rritet, fillojnë edhe shpenzimet për kujdesin ditor dhe edukimin. Nëse prindit zgjedhin një çerdhe private, kostoja mujore mund të arrijë deri në 20.000 lekë, ndërsa çerdhet publike kushtojnë më pak se 3.000 lekë në muaj. Në periudhën parashkollore, çerdhet dhe kopshtet private kërkojnë mesatarisht rreth 25.000 lekë në muaj, pa përfshirë aktivitetet jashtëshkollore si kurset e sportit, muzikës apo gjuhëve të huaja, të cilat mund të shtojnë edhe 3.000 deri në 50.000 lekë në muaj. Në përgjithësi, një familje shqiptare vetëm për vitin e parë të jetës së një fëmije mund të shpenzojë nga 300.000 deri në 500.000 lekë, në varësi të zgjedhjeve dhe mundësive ekonomike. Këto kosto vetëm rriten me kalimin e viteve, sidomos kur fëmia hyn në shkollë. Megjithatë, për shumë prindër, këto janë shpenzimet më të mira që bëjnë në jetë pavarësisht sfidave financiare. Prandaj planifikimi ekonomik që në fillim është thelbësor për të siguruar një rritje të shëndetshme dhe të lumtur për fëmijën.